Bonusi mujor i pensionistit me kushte kush merr mbi 40.000 lekë në muaj nuk përfiton ja skema e re. Në 4 nëntor 2025, kryeministri Edi Rama njoftoi shtesat mbi pensionet që do të aplikohen për 3 vite të ardhshme, por ndryshe nga tradita e shpërblimeve një herë në vit, këtë herë bonusi shpërndahet për gjatë 12 muajve. Vendimi miratuar në 30 dhjetor zbuloi një sër kufizimesh për përfitimin e bonuseve. Kush ka një pension mbi 40.000 lekë nuk do të ketë as 100 darkë shtesë. Bëhet fjala për afro 36.000 pensionistë. Bonusin 1.800 lekë në muaj do ta marrin vetëm ata që kanë pension deri në 40.000 lekë, ku përfshihen pensionet urbane të plota, nënat me shumë fëmijë dhe ata që marrin pension për profesion të vështirë si minator, naftëtar apo metalurg. Kategoria e dytë me 8.000 lekë bonus në muaj përfitohet nga ata që kanë pension deri në 22.000 lekë, ku bëjnë pjesë pensionet e pjesshme urbane apo pensionet sociale që përfitohen pasi mbushet mosha 70 vjeç. 1.000 lekë do të marrin ata me pension deri në 18.000 lekë, ku futen pensionet rurale, kurse ata që do të përfitojnë 600 lekë ose pensionet familjare nuk duhet të kenë të ardhura mbi 30.000 lekë. Si dhe grupi fundit i përfituesve, ata me pension invaliditeti duhet të kenë deri në 18.000 lekë pension që të marrin shpërblimin mujor 700 lekë. Nga ana tjetër, këto tavane për përfitimin e bonusit përbëjnë një kufizim vete për ata që kanë pensione me vlera të larta me tavanet. Këta pensionistë nuk do të marrin të plot kompensimin mujor. Për shembull, nëse një qytetar ka pension 39.000 lekë e përpasoj, do të duhet ishte përfituesi bonusit 1.800 lekë në muaj, ai në të vërtetë do të marrë vetëm 1.000 lekë nga bonusi në mënyrë që të mos kaloj tavanin prej 40.000 lekësh. E po kështu edhe për rastet e ngjashme me tavanet e tjera. Përfitues të këtyre bonusve do të jenë edhe ata qytetarë të cilët lidhin pensionin gjatë viti, sërish me kushtet që të mos kalojnë tavanet e caktuara në këtë vendim. Sipas shifrave pranë Institutit Sigurimeve Shoqërore, rezulton se në total do të marrin bonus mujor 727.000 pensionistë, në vend janë gati 763.000 që janë në total. Vetëm 36% e tyre do të marrin 1.800 lekë në muaj, pasi pjesa dërmuese gati 41% do të marrin 800 lekë, duke u ndjekur nga 10.3% që do të marrin 1.000 lekë e pjesa tjetër janë në vlera 600-700 lekë. Nga ky vit gjithashtu rritet mosha e daljes në pension për gratë nga 61 vjeç e 10 muaj këtë vit dalin në pension pasi të mbushin 62 vjeç, kurse për burra do të vazhdojë të jetë 65 vjeç deri në vitin 2031. Pas kësaj periudhe, rritja do të jetë në një muaj çdo vit derisa të plotësohet pragu prej 67 vjeç. Për të dyja gjinit rriten edhe vitet e punës për të marrë pension të plot nga 38 vite e 8 muaj në 39 vite punë.